Unë do desha të them urdhrin vetëm juve në fillim. Flisni, Luka. Vetëm dini, unë jam gati të lë kokën këtu, veç të rëmbejnë në ndecet këtyre. Në ndecet nuk do rëmbehen. Çfarë? Thash në ndecet nuk do rëmbehen. Po si, të alëm shqiptarvet? Jo. Në ndecet dhe gjitha njët e tjera të ndalë midis Shqipërisë dhe Bashkimit Sovjetik. Kështu vendosi Komisioni për Bashkët. Do me thënë do ndahen për gjysëm. Do me thënë Rusia u troq. Do me thënë s'ka mas lavdi, s'ka sërmbim në ndecesh, po ka vetëm ike. Ike. Ju duhet të kuptoni drejt. Duhet të shpjegoni dhe të tjerëve. Nuk kishin si të vepronim ndryshe. Këta janë kaq të vendosur. Po pikërisht të armbejmë ne në ndecet me luftë. Nuk është kaq e thjeshtë. Këtu s'është puna për të marrë një terren të fortifikuar. Do të kishim të bënim me një popull të tërë. Unë nuk i kuptoj. Për të coptruar që shikon rreth rrotull, të ngati të bën shkrum dhe hi. Do ta kërkojmë Vlorë në admiral? Po nuk kemi për ta gjetur më kur, diheni këtë nga unë. Po do brellim në përmes dhe, si qifrutët në përshkretir. Kjo është ike.